Unë kam punuar gjatë kohë për të fituar besimin e tyre. Kemi punuar pa ndalur. Sepse unë kam punuar gjatë kohë për të fituar besimin e tyre. Ndërsa gjëja më e rëndë është të fitosh besimin e qytetarëve. Ajo nuk fitohet me fjalë. Ajo fitohet vetëm dhe vetëm me punë. Dhe ne, për të arritur në këtë nivel, të fitojmë besimin e qytetarëve, kemi punuar pa ndalur. Dhe për atë arsye, qytetari sot e ka më lehtë për të përzgjedhur se cilin do ta votojë, dhe me atë përzgjedhje qytetari do të përzgjedh zhvillimin e vendbanimit ku jeton, një familje më të ngritur, një familje më të zhvilluar, një mirëqenie të përgjithshme që na duhet gjithëve, do të thonë më të zhvilluar dhe me këtë edhe një komunë më të zhvilluar.